me to, mbjell zhgënjime dhe mosbesim, paralizon raporte dhe investimin tek gjërat e vyera dhe garante të së ardhmes. Kemi nevojë që të investohet më shumë të bukuritë që gjenerojnë të ardhmen, sikur është familja, veçanërisht të çiftet e reja, sepse pa çiftet e reja që zgjedhin të jetojnë dhe të punojnë në Shqipëri, do të thellohet në mënyrë dramatike dhe të pakthyeshme dimri demografik që ka shënuar vendin tonë. Të mësojmë atëherë nga gabimet e shumë vendeve perëndimore dhe mos t'i pranojmë ato me sipërfaqësi e po ashtu të shohim vende që po reagojnë ndaj këtij dimri. Këtu kemi nevojë për njerëz dritë larg, që nuk mbyllen tek interesi i momentit, sikurse fatkeqësisht jemi të tunduar të veprojmë në shumë fusha. Mesazhi dhe angazhimi i parë, jo vetëm i fesë, por edhe i çdo institucioni shqiptar duhet të jetë pro institucionit më të hershëm dhe të domosdoshëm, që është institucioni hyjnor i jetës dhe i familjes. Zoti e krijoi njeriun burrë e grua, i bekoi dhe u tha: shtohuni e shumohuni, mbusheni tokën dhe sundojeni atë. Urimi i kësaj feste le të jetë që populli, kombi, shteti shqiptar të vijojë në trashëgiminë e këtij bekimi hyjnor për familjen dhe rinin shqiptare, ashtu sikurse ndërshekuj, pavarësisht padrejtësive që kemi përjetuar, kanë ditur të na e përcjellin të bukur e të pastër breznitë e mëparshme. Të bëhemi bashkë atëherë për të promovuar kulturën e punës, punës së ndershme, që është fryti i njeriut që nuk e ka më të varrosur ndër gjegjen. Përkundrazi, nuk ka kur frikë të dëgjoj atë, e në të njëjtën kohë të vlerësohet, të mbrohet më shumë puna e shumë vëllezërve e motrave shqiptar, të cilët ndonjëherë për interesa të pakuptueshme nuk e shohin të mbrojtur meritën, sakrificën dhe angazhimin e tyre, qofshin ata punëtor të thjesht, fermer apo intelektual, të angazhuar në administratën publike apo private, e tjerë. Dhe të bëjmë në mënyrë që Shqipëria të jetë e të gjithëve, me pasuritë e saj mahnitse, të larmishme natyrore, shpirtërore, kulturore, artistike, etnologjike, arkeologjike e shumë të tjera, sepse në këto vite jo rrallëherë, për përfitimin e një pakice, kemi humbur visare që nuk kthehen më. Vëllezër e motra, Krishti është ringjallur. Të ringjallim edhe ne shpresën për një të ardhme më me plot jetë, entuziazëm dhe paqe, harmoni midis mesh. Gëzuar e përshumot Pashkët. Faleminderit. Faleminderit.